Mirë mërama dhe mirë se të dashur spektatorë sonte në studion ton podcast të Cenës për të ndjekur këtë program në vazhdimsi, program I cili mbështetet të fuqishëm dhe me bujarinë e plot të IBC Telekom, sinjal I shpejt, I sa, I cili vjen si rrezë diellit në për çdo shtëpi të vendit tonë. Edhe herë mirë mërama. Sonde në emisionin ton kemi një personalitet të letrave, një artist të mësimdhënies, një pedagog e qytetar të denjë shkodran me shumë kualitet, me shumë bagazh, për ju sonde në studion ton profesor Association Dr. Vincenz Marku. Mirë mërama. Mirë mërama I dashur. Mirë se erdhe e kënaqësi e madhe që sonde ju kemi në programin ton. Është tashmë është 20 sati program në podcastet tona ku mesazhi jonë në këtë studio përçon tek shkodran dhe më gjerë promovimin e vlerave të personazheve që ka qyteti jonë të shquar, të spikatur, të cilët kanë kontribu edhe në anim si detyrë qytetare që her pas here t'i bim në studion tonë duke ju shpalos vlerat, sepse ka raste që disa gjana lehen edhe mas doret, detyra jonë është bi promovu këta vlera sepse Shkodra mahet, do të mahet, është trev që nuk deskur pra dashdorja jonë e shekujve. Për këtë rast sonde zgjodhem ju I dashtun, pa hupur kohë, sepse bagazhi ju është tepër I madh, unë deshta me di diçka për, domethënë, shkollimi ju, hapat e para të shkollimit. Me hapat e shkollimit të mduan që në shpini, nga më një student në një nëzanë që ishkel që ju shumë më dhonë shkollët mesme kam rrute shkolla pyjore, atje dhe atje një student shumë I mirë. Pas te kam rrute në rrustinit të studimet e lartë në Universitetin e Shkodrës për degën Gjulli Dërësi, në student më të mirë të kohës. Në më të mirë, të jo më mirë, në më të mirë. Për fat, pas vitit 1995, jam vendosur një herë pedagog në Universitetin e Shkodrës dhe po atë vit kam fitu një bursë jashtë shtetit, kam shkuar në Itali në Universitetin e Paduas, ku shumë nga çka mund sot ja dedikoj po atij universiteti dhe mundësive që ai më dha në bashkëpunimet e vazhdueshme para afërsisht 4 vjet, rresht duke shkuar her pas herët tek ky universitet. Shumë bukur. Po ky universitet sigurisht ju la një tjetër dimension dijet tuja dhe masi e kryt, ertë edhe herë në vend ku u nisë për edhe me mendimin, dhe me thonë, që ky bagazh I marrën të ekspozohet në studentat tuj. Me këtë ashtu do të thënë diçka, vëllisht, ne ishim shumë idealistë në vitet 90 dhe mendonin që brezi I on do të jepi një shtysë tjetër zhvillimeve në fushën e studimeve në Shqipëri. Dhe faktikisht brezi fillestar që I erdhi pranë universitetit ishte gjithë studentët të shkëlqyeshëm, mbartim vetvete një entuziazëm të cilën pretendonim ta kthejmë në marrëdhënie konkrete me zhvillime në fushën e studimeve dhe të arritjeve shkencore në universitet, duke shfrytzuar faktikisht edhe mundësinë që na dha ne si brez, mundësi që nuk ishin bretet pararendës për të shkuar në disa universitete evropiane dhe për të parë realisht për ta prek më konkretisht realitetin universitar dhe zhvillimet universitare atje dhe njëkohësisht edhe punën kërkimore shkencore që bëhen ato universitete dhe kemi përfituar shumë, unë në vetvete mendoj që kam përfituar shumë edhe në marrëdhënie didaktike, në mësimdhënie në universitet, të cila faktikisht ndryshonte dukshëm midis Shqipërisë tashmë që vinte nga një izolim prej të gjatë dhe vendeve perëndimore që tashmë kishin bërë hapa të jashtëzakonshëm drejt proceseve të mësimdhënies nëpër universitetet e tyre dhe edhe për përgatitjen e kuadrove që ato përgatisin për tregun e kohës. Sigurisht bagazhi ju I marrën to edhe si nxënës I shkëlqyer pra se jo pa qëllim ju kanë quajtur atje për specializim. Impakti për këtu me një formë shkollareske tjetër, sepse dihet se Italia ka 1800 vjet universitet, po Kur në fazë gabohem 800 vjet ka festuar, kam biletë thirrur në rastin e 800 vjetorit në Universitetin e Paduas, ka marrë pjesë në atë ceremonitë që u zgjatën pothuajse një muaj. Dhe
normalisht aty tradita është shumë e madhe, zhvillim, do të them një për batut. Plus një herë një profesor i thamë, na bëhet kjo materie me në evitetin tem, në mënyrën tem, vinim në një vendim ylën, kjo lanë këtu. Diçka më tha, i dashur më tha, se nën ku i dove. Nëse nuk bëhet këtu, ku mund bëhet kjo lanë? Do han vedia aty në që universiteti i tyre është më i miri, më i ploti, më arriri, ku vjen në diskutim dhe akreditimet, është pjesë përbërëse e karakterit të personalitetit shkencor të pedagogëve si atje. Faleminderit po unë deshta me ditë Vicenci pra i bërmosur me farë personalitetit po tjetër, si e pat impaktin e parë me këtë universitet dhe ç'a pave diferencë. Po, diferenca ajo që pat impakti i parë ishte faktikisht u gjet me përballë një zhvillimi që faktikisht unë edhe pse pretendoja në vetvete që dija se çfarë rrugtim dhe kishte marrë qytetin perëndimor, pra asaj ne jepim mundësi për të parë si e dini vetë ju përmes rajt, raj 1-s, raj 2-s, me ato antenat tona dikurshme, prap zhvillimi, kur unë në kontakt me zhvillimet universitare, diferenca ishte jashtëzakonisht e madhe. Jo e madhe, por shumë e madhe. Në ç'i formë? Apo jep një rast. Për shembull, te ne ende bashkë leksionat me shkrim duke shkruar studenti. Atje nuk kishte leksion me shkrim, atje madje, po them diçka. Leksionet ishin leksionet e një profesori për shembull të estetikës, Leonardo Morozo që ishte një monografi që ai shpjegonte gjatë gjithë procesin e leksioneve dhe manualistika, pra tekste që ne bëjmë që kemi kryesor këtu, jepen nga një asistent i tij dhe jepte 2-3 tekste, 4, për shembull nëse një lan këtu maksimalisht kishte 300-400 faqe, rasti më i mirë 700 faqe kishte sintaksa, faqet vogla bile A5, atje një land ishte 2-3.000 faqe, nuk ishte të mërë që një land, problem, atje ishte 2-3.000 faqe, zhvillimi diferenca i shumë e madhe dhe ajo impakti para emi ishte të faktikisht që ndjeva veten kërcisht paditur. Thëmë drejtën dhe pëthanë ume përballë një fakti edhe pse ishte në më të mirë të sot, mu duk vedi që ishin këtë paditur. Sa kohë profesor në këtë universitet? Në këtë universitet kam shkuar, kam ardhur për rreth 4 vite rresht, por vazhdoj edhe sot. E gjithë kohën unë maj lidhje me profesorat atje, i pjesë Skandal Becon, një pjesë edhe kam drejt faktikisht, edhe shoh nga qielli, por me atë universitetin përpjek me majt lidhje vazhdimisht. Megjithatë, me kalimin e viteve do të them diçka tjetër. Me kalimin e viteve kam vore unë ndoshta edhe kam idealizuar fillimisht shumë, sepse ne vinim nga një diferencë e madhe kulturore midis universitetit shqiptar dhe universiteteve si AIPADOS, por që kam vore ma vonë, mas disa vite, mbasi edhe kisha marrë një farë rritje, pjekuri intelektuale për me studimet vazhdueshme, vunare që dhe atje burokracia kishte disa elemente edhe si këtu dhe faktikisht në do momente kam edhe zhgënjur shumë. Burokraci domosdoshme ka qenë, se me letra shumë ka bëm futon ta faqe shumë, si ka mundësi tonë ushqim të riherë, në të me asimilu zonë. Ja, si që problemi ati, nga në ati që zhjith shumë mirë, për shembull ati nuk ishte ma tepër se 20 lanë, 21 lanë, kurse ne këtu për shembull në diplom kam 45 lanë. Absolutisht e pa asimilueshme, e pa përvetësueshme. Ta dita jonë, më thanë shkollore, e re, 50 vjeçare, në atë kohë ishte 30 vjeçar kur ishon, kur shkova, ne kishim 30 vjet në universitet, 35 po themi. Ta ditë ne kishim ta ditë në anë që është shumë e pak për sa kur flasim për rangje universitare, kur të tjerë kanë 500, 600, 700, 800, i pavis 1000 vjet për shembull. Universiteti i pavis, por se ishte numër të me shkencë humane, por ka mbi 1000 vjet. 1000 vjet ku studiohet, marrën tekste, për shembull, ajo një përshtypje fillestar për më konkrete. Sa po hin në ndërtesë, ti dukesh se je përballë një muri pafund me libra dhe thu po gjithë të libra do i lexojon? Është mundur që të lexoj gjithë të libra? Dakor. E kam fjalën, pra, kjo ju ka animuar dhe ju ka rrit shumë të shkallë të backgroundit tuaj në sensin e kulturës të përgjithshme, se si duhet me ka një profesor doktor i letërsisë, po ajo që ne na intereson, se sigurisht që Italia dihet ajo puna është nana e kulturës në shumë gjëra, është e vefshje se modë artit e kulinarisë e tjera. Unë kishe pas shef me dita ke rëndëm, a i ke marrë gjën aty në për me përvu në i sëntena, se kjo ka
se për ty mund të rrenë mendja ma ti të hesë, jo rratë. Unë jam përpjek faktikisht të marr gjithçka nga atje ta di këtu. Gjithçka të mirë që unë kam menduar se është e mirë dhe mundësisht e përshtatshme me kushtet tona. Jam përpjek me përcjell studentëve. Për shembull, një nga parimet që ishte aty në universitet ishte mungesa e thellë për gjykimit të studentëve për çfarë do që të ishte studenti. Mirë, një vit një profesor më thotë me gjithashëm që një ditë që të praktikosh dikë për çfarë do që të jetë, ti e ditë pushton se jetë profesor, nuk je profesor më. Do të e tjetër. Për shembull, kam paralelu në universitet edhe mbledh katedrës një herë, një moment se tu më thash, kujdes se do kemi krizë studentash, kujdes edhe u pa me difidencë madhe në katedrë, por faktikisht më kisha dëgjuar, jo se isha i ditur, por kisha dëgjuar nga profesorë që thoshte keni kujdes me të rinjtë, me të reja, ti mani, ti doni, të respektoni për atë çfarë janë dhe mos i cenoni kur në dietet dhe punoni me to vazhdimisht që të ruani një numër studentësh sepse do të delin me kërkues studentë rrugësh të skeni kur ligjet ku. Tjetër metodë, tjetër kulturë, tjetër pamje tjetër, na bëu gati si kanë ndërën kjo punë, është epidemi, kam frikë dhe është e shëmtuar mas me rreth këto shifen shumë gjana kur dikush do me ul dikën edhe kujtohet se ty ulat që se meriton në mënyrë absolute ngrit vedin, që sa bukur e kanë këtë lloj modulit që me kanë të tanë të ngritën tanë barabarta, sepse është vetë kur je në harmoni, kur në rënd dikën, kur ke dashnia ndërton e tjera. Këta janë, aja është vend me fort drejtën që është... Jo, për shembull po të them disa raste marrësh në provim, për shembull. Kishte raste provim të bashkë me Zati, ishim bashkë në gojë. Kam asistuar vetë disa provime. Në mënyrë kategorike profesor nuk vërtet me marrë në provim nëse e shitet që ai nuk është në gjendje realisht për me përgjigj në moment nga emocioni, nga shumë dhëna. Dhe jep të mundësi në medalë. Ne të ne mundësi tjetër. Por rridish me Zati nuk kishte falje, absolutisht. Nota ishte notë në mënyrë më të repulmueshme, nuk bëhej fjalë të thonë që nota produkti intelektual që dilën nga universitet ishte një nivel shumë të lartë dhe unë e kam vëre si impakt ndonjëherë kur i them dikujt disa kolegëve të universitetit të tjera që i takojnë me raste të ndryshme. Më njëherë si them që kam studiuar, kam kaluar një periudhë kohë në Universitetin e Padës, ata fillojnë të shohin mançën e ndryshe. Mançën e ndryshe dhe e vere që përballë me edhe tashmë nuk flasin më siç folën për pak minuta parë, po flasin ndryshe. Ka dashamirësi për studentat tonë atje. Absolutisht po. Unë mendoj për çdo lloj studenti në botë, po për tonë, për tonë ka pas dashamirësi të madhe, në fillimet tona universitetin e kanë fituar shumë studentë dhe e kanë marrë shumë pak, kurse në vitet e fundit e fitojnë shumë më pak, por marrin shumë më shumë. Ka Shkodra pranë aty? Patjetër që ka Shkodra ka dhe profesor atje, njerëz të zot, me vajza e një kolegut tuaj, por edhe bashkëmoshëtar të mi që kanë studentë në Fradi u ka shkuar dhe djali ju atje. Djali jam është në Firenze sot, me studimet në Universitetin e Firenzës, dhe po studion letërsi greke, latine, letërsi klasike faktikisht. Por është i pritet marr, deri tani është marr. Shohim që të japin përpara. Kanë dalë domethënë. Kam vetëm një knasi, sa do ta them. Kam një knasi. Jam në pak pedagog që djali i tij po ndjek rrugën e babës. Po shumë mirë. Pa i thënë asnjëherë atij që ti vazhdo këtë rrugë. Si kam thënë asnjëherë, as jam kurzuar në asnjë rast që ai të marrë dek. E ka zgjatur dhe unë jam shumë i gëzuar për këtë rast. Edhe unë jam shumë i gëzuar që djali ju ka shkuar atje, ty të ka mikse disa herë kanë edhe mentorien për shumë gjëra sepse ti ke një prirje përveç se letërsinë din më të gishtave. Unë vërë të kjo profesor se ju dini mirë me njoftë artin, të luajtunit në skenë, artin e huj, kam një 2 libra tuaj që do të vijmë mrapa në pyetje, do t'i shtjellojmë. Kur të kam një ty ba oponencë në disa shfaqeve, qoftë revizorit huaj, mund ka ardhë mirë sepse ka njerëz ala kompetent që gjanë e mirë e njohin edhe e thonë kur e thu me kompetencë, kur e vën para fakteve tjetrin e lën kamëll, është i detyruar me të negjuse. Prandaj nisëm taja këtu kanë dalë janë të dalë do gjithallog si i thojnë, që din gjithçka, i shohim në statuse në Facebook, që ka në Facebook
tëfti ka marrë iniciativë me shkru, ai që është pak po adek, dikush që i zëllum, një tjetër që janë e tjera njerëz edhe të rëndom të cilët mundohen me hellbate, nuk është e mirë se një për shembull në Antarezën, Gjash Kastriotin, më po thonë ka dareno, njerëz që na duhet mu krenu me ta, këto flitet për me i eklipsu, nuk ka gjë e vogël, se nuk ka gjithçka materiali, aja që ka shku djali edhe që jeni ju, aja është elit që duhet mu shumëzu, që be kanë Shkodra dhe Shqipnia elitare, prandaj po them, na kanë ndoshta edhe me fat që Italia merr njerëz, i bjen, dalin në përbot, është kontingent i mirë se herët të vojnë halë, po artë nuk kanë tonë, mirë po të artë kualitet e standartin në tana fushat e jesë edhe për këtë njerëz zakonisht shumë mirë. Po unë deshta me thonë, sa është, po thona, janë raport me Italinë, se ti e njëf edhe treven tu, ku jena Shqipolce, do më thonë, kretë Dardanine, Macedonine, Malinezie, ka diferencë me universitetin tonë? Unë, fakt, Universiteti i Shkodrës, të drejtën, është universitet cilësor, nuk është universitet si që mundohet do kush me fiqshajnë e përhësë gjithçka. Unë mendoj që Universiteti i Shkodrës, duke darë nga një habitat si që është qyteti i Shkodrës, numërisht ka marrë dhe nga këtë qytet. Por unë mendoj që pedagogët që ka Universiteti i Shkodrës janë në më cilësor që ka sot në të gjitha teva shqiptare. Dhe them edhe një fakt, me që më bani këtë pyetje, edhe jo vetëm për të dalë zot në qytetit universitetit, sepse e del zot vetit, por për të dalë zot qytet që i ka dalë zot vetit gjithmonë. Por unë do të them një shifër që pak kush ndoshta nga publiku nuk e din. Në qoftë se unë kur vin në vitet 90 në universitet, kishte vetëm një doktor shkencash, dhe ai ishte doktor i ndërtuar në vend këtu, produkti i vendit. Universiteti sot i Shkodrës, me sa di vetë, një farë shifrat, nuk e kam forcap, por rrotullohet një shifër tek 40 pedagogë me doktor shkencash jashtë shtetit. Dhe kjo pak kush nga qyteti e din, por kjo është një pasuni, më thonë në kush, po pse se evidentohet, pse s'del. Janë të gjitha fusha, Sandra, janë të fushave të jurisprudencës, të gjuhët huaja, janë fusha, universiteti shkon në një specializim i kaq të dhum, sa që shpeshherë kontakti midis publikut dhe universitetit hum. Unë me humor shpeshherë kur të pyes nga kush për universitetin, unë shpeshherë kam thënë kolegëve të ri që vinë, doni 15 vjet më marr vesh çfarë ndodh në universitet. Nuk e merr vesh filmin të parë se çfarë ndodh, sepse marrëdhëniet janë të tilla akademike, gjithkush ka linjën e vet akademike, punon në mënyrë punon secili për rritjen e tij intelektual, për ambicet e veta, për ato objektiva që i ka vu dhe faktikisht i duket sikur din, por nuk din. Unë publiku unë mendoj që publiku njeh shumë pak Universitetin e Shkodrës. Drejt, unë kisha më thonë se edhe shkputja jame ndoshta e ka hu pak sensin e, po maj më i ri shumë kam kanë në Universiteti i Shkodrës Luhir Xhbura, ku që ka gëllu për tana krahinave të Shqipërisë që janë kanë mush djenterin Shkodër, kanë para pigjereve në mazdite ta djetën të shkiu të vishkullu, ka pas rase që janë martu, janë feju, ka gomzhit edhe më vjen mirë që edhe atëherë, edhe pjesa e mësimdhënies personalitetet që kanë mbrëm, më vjen mirë që kanë pasu mbrapa, po ta prura këtë shembull pak sa i grim me humor, si është se kja nuk ka faj as e universitetit as cilësisë, se ka janë pjesë, do më thonë, demografia, hapja kufive, globalizmi është. Po kanë njerëzit janë edhe bile, kanë qua dhe njerëzit, kanë qua dhe fëmijët janë si janë gjendja sot në sensin e numrit të mësimdhënies, na mundë me bë këtë pyetje. Po, unë mund ta bash këtë pyetje dhe unë mund të jap disa përgjigje se unë kanë edhe vetë drejtues në disa instancë të universitetit. Unë mendoj që Universiteti i Shkodrës ka ushqyer me kuadro gjithë Shqipërinë. A kanë prodhu kuadro cilësor, më thot në kush. Unë mendoj që kanë prodhu nga më cilësor sot studentat tonë, ne mund të kërnojmë, ato janë në çdo rrafsh të shoqërisë dhe madje edhe në për universitetet evropiane dhe botërore. Japin mësim studentët që kanë dalë nga Universiteti i Shkodrës, nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore që është ose më mirë nga dega e që di më mirë, nga dega Gjurë dhe Dërsi, ka njerëz që sot i japin universitetet amerikane mësim që kanë dalë nga ky fakultet, nga kjo deg,
nga ky profil studimor. Pra unë nuk mendoj të thënë që a ka kryer punën vetë universiteti. Ja, nuk e thash ashtu. Po dashje. Aty rrediku. Disë general duhen uftar për me udhëheq luftën. Ne kena pas studentë shumë mirë. Por duhet ta them diçka sot. Jo shpeshherë institucionet shtetërore kanë gjendje të përthithin më të mirët, kanë ndodhur edhe kundërta. Pra në vetë marrin më të mirët, ti vendosin si student më të mirë, ti vendosin ti punësojnë, ndoshta për vetë vend zhvillimin e vendit ne nuk mund të presim që të bëhet prej ditë kjo punë, nuk bëhet prej ditë. Unë mendoj që zhvillime ka pas, zhvillime shumë të cilësore ka pas. Ne nuk mund të kapim as Universitetin e Sorbonës, as të Oxfordit, as të La Sapienzës, as të Padovës, as të Bolonjës, që janë 800 universitete, por unë mendoj që gradualisht universiteti e ka bë punën e vet në raport me publikun, në raport me qytetin, në raport me kombin. A mund me prej këta 3 etapat e komunizmit, social-demokracisë, e kapitalizmit, ju keni ka njëri, po të shtit për derisa grada juj e mulën edhe ma mërmen jashtë tjellën, a mund me bua një krahasim dami edhe prej retrospektivës, se më thanë po kalojmë sot të... Unë po flasë në fushën të do thanë, në fushën letërësisë, ne kemi stafi pedagogëve që sot ka kontribute shkencore të jashtëzakonshme që janë të pakrahasueshme ndoshta to 35 vitet e fundit me kontributet pararense. Kjo fal faktit që Shqipëria u hap, u dhan mundësi të reja, zhvillime të reja, më mendoj që pluralizmi i mendimit i dha mundësi edhe më gjet më mirë secilin nga pedagogët, por një Shqipëri e mbyllur, që siç ishte, sado i zotit ishte i pedagog, për shembull, po marr një emër, po marr Fadil Budrice, po marr Pado, i shkëlqyeshëm. Rritet i intelektuale gjitha, po dolin 55 vjeç. Çfarë kontributit mund të jep ai? 50 unë jam 68 sot. 55 ka dalë në pension. Kolashta për themi. Nuk patën mundësi ta zhvillonin talentet e tyre të shkëlqyeshëm në marrëdhënie me universitetet cilësore evropiane, nga të cilët vinin, por që mund ta shtynin këtë rritje intelektuale edhe në marrëdhënie me universitetet tjera. Dhe mund të binin produkte shkëlqyeshme, sepse ato ishin një fare mirë, në një shkollë të mirë, një arritje të mirë, por faktikisht mbyllja ato izoloi dhe ato mete me dijet e studentë. Jo vetëm më ka kanë censurë si i thojnë powerful, por gjithçka. Pra nuk është për të fajsuar ato, janë të shkëlqyeshëm në vetvete, por nuk mjafton talenti, sa ne ju dini shumë mirë, që sa do talent kjo është, nëse ti nuk punon me disiplinë të hekurt, ti nuk mund të bash asgjë. Sidomos letërsia që ka gjithçka, ka mesazhe, ka opozicione, ka ato, po kujtohet, po marr gazi, po kujtohet atë kohë. E baba lexohet e ka pas një bibliotekë të jashtëzakonshme dhe ndoshta nesër për saj ka marrën edhe në kuptimin e saj fishtën e ka ditë mirë. Mirë po çuditërisht ka kanë fishtën disa anëzat e Parnasit, Gollari Babatasit, po di mirë po kur shkotën me shërbim ishin dy vetë gjithmonë edhe shifshin atë të lexuar çojnë fjalë komisarit të vendit, të vendit, i lëver poqit, vendi fuqishëm, burri mirë, po e thrasin. Zefi thot ti kishin shumë respekt, absolut për dhe, se ishte për vetë se kuadri përgatitur, po ishte edhe intelekt mirëditor, sigurisht, edhe e thot ti lexon thot fishtën. Thot, po si se lexoj? E lexoj bile edhe di përmend, shi thot. Por nuk kam dalë kënd tribun me deklamu, imagjino të fli. Në atë kohë që fishta, ishte i dritare pak sa hapun, po unë kishe me thonë të unë nisë, aja ka kanë koha. Aja si derta me thonë unë qashtë pastru për asaj kohë, edhe ka dalë në demokraci, në social-demokraci, ka dalë i diçka mas sakë që i përshtatët kohës, i larkë censurës, sigurisht. Nuk them sallër që për shembull të fushën e letërsis, po jam unë leksionat në përgjithësi të gjithë pedagogëve janë pasëruar me arritjet më bashkëkohore, sepse jo është dhënë mundësia, nuk është dhënë mundësia njëjë gjuhë huaj. Patjetër. Dhe ajo që ndoshta kjo duhet të theksu. Po mirë më thoni ju që kanë ka këto rritje në universitet, po thoni mund të bëni një kundërpyetje. Do të bësh një kundërpyetje. Po pse s'vlla studentë, pse vi studenta? Unë mendoj që mosara studentëve është një faktor jashtë universitetit,
por që duhet di më diçka. Pritshmëritë publike për fëmijët e vet, prindit i kanë shumë të mëdha. Pra do mi shkollu shkolla shumë të mira. Së thotë si ishte mi vend, se shqiptari bel për dragun do me kenë nërzotit thjavën. Do si ishte shqiptari ka këtë natyrë, do me kenë në shtallë i pari, dhe që bani, që në fëmijët me shkollu në shkollë më të mira, kam qu vetë, nuk është pse kam qu, së më mendoj që Universiteti i Firenës është ku është. Pra ideja është të thjesht që unë mendoj që arrit shumë pritshmëritë e publikut ndaj universitetit, dhe universiteti është rrit, por nuk është rrit në pritshmëritë e publikut. Nuk di jam i qartë se me qartë. Pra, pritshmëritë e publikut janë bashkë të mëdha, sa universiteti nuk është në përputhje me pritshmëritë e publikut. Në ky bumi digitalizimit në iPad-e, në gjana, leximet e këtan apo ekziston se ti e dinë preke, je psikologe, njeh studentin, njeh trendin edhe unë kisha më dorë a ka interesim për trit sot për me ardhe, se këtu janë një stonë mas tregtisë, mas ndërtimit, mas gjykatave me gjanave që përfitohet. A ka trend për me ardhe në shkollë për letërsi? Jo, unë mendoj që fakulteti në Shkodër është një fakultet i gjuhë letërsisë, i cili objektive vetë parsorë ka pas prodhimin e mësuesave. Nuk është se është nisë në vetvete për që të shkojmë studiojmë letërsi për po themi vetëm thjesht për dëshirë, por edhe për punësim. Momenti i ramjes së punësimit, sepse ka ra punësimi, se ka ra numri studentë në Nxancë, shkolla 5, kudo, atëherë e ka ul pak interesin e një fëmije, një studenti 18 vjeçar që të vinë për gjuhë letërsi, i cili duhet punojnë afërsisht 8 vjet për më dalë mësues. Kur normalisht e shkon për ekonomi, shkon për dikë tjetër, që për 3 vjet ai futet në jetë, hin në punë, merr rrogën dhe bëhet i pavarur nga familja dhe nga tjerë. Kurse për më dalë mësues, realisht duhet sa edhe 7 vjet minimumi. Minimumi në mësues. Dhe kjo ka qenë ashtu në kohë të hupur, si 7 vjet janë shumë për jetën e njeriu, nuk kanë pak, janë shumë. Po, janë shumë. Ka raste që bëhen edhe 2, apo nëse jep të përçit terma. Unë mendoj që ka interesa, nuk është interesi sepse i para disa viteve, por ka interes, ka fëmijë të talentuar, shumë të talentuar, vazhdimisht. Po tjetër. Më vjen keq, unë kam shpesh bëj këto orë të hapur edhe me shkollat e mesme në Izrael dhe shoh, aty në rreth shkollat e mesme, fëmijët e shkollës mesme shoh fëmijë shumë të talentuar, kur i pyet ku do të shkojmë, ne shkojmë për mjeksi, shkojmë për këtë, por që kanë dhënë është qartë asgjë që ato kanë dhënë për letërsi, janë shumë cilësor fushë letërsisë. Siç duket ata shohin si mundësi pak të punësimi, pra njerëzit janë pragmatikë sa do me dakord, po në raport po thona me nuk po e lam Italinë pjesën perëndimore që është i Grim High. Po unë kisha më thonë ty janë prej në Prishtinë, në Maqedoni, në Malzi, ka universitetet të kalkulume dhe të institucionalizume, se emni universitetit tonë fakt është i madh dhe ai ka pas bëjmat e mëdha dhe prandaj famni në mëdha vazhdon më majt në kam. Po u kam një çikallë shkëmbime profesorë që shkojnë në napin si me latje. Patjetër. Në proporcion me ne, po them këto Maqedoni, Kosovë këto. Japim mësim shumë pedagog, japim mësim si në universitet shqiptare dhe jashtë vendit, do të thonë nuk kam dhëna të sigura sepse nuk kam pas një interes det për ditë, por unë njoh kolegë që bëjnë mësim jashtë vendit dhe mendoj unë që nga perceptimi im që kam marrë fillestar duke pyet për shembull për çfarë cilësie të fëmijëve për këto pedagogët tonë që japin atje, nuk kanë thënë fjalë të mira që të dartë vetë. Bukur, po unë kisha më thënë ditë se do bëj do kohë edhe që përveç eksperiencë që nxjerr letra studenta, ai ta kanë rrugës. A janë plaka, janë rindua, kanë në forma, janë mathuar, a ke komunikim me ta? Me gjithë unë domethënë kam një kujtesë vizive absolute, i më mend gjithë. Problemi e emrat nuk i maj me në gjithë, sepse janë bashkë shumë, mund t'jenë, nuk e di sa po janë shumë, fort, janë shumë, janë 30 vjetë, nuk vetëm 30 brezat dhe sisë, kam lanë vetë dërsia, kam lanë të artet, kam lanë historia artit, kam lanë estetik, kam lanë të cikli, ka i herë për nevojë, sepse normat që bëhet. Marrëdhënie kam shumë të mira me studentë, unë mendoj që unë gjatë gjithë jetës time për gjë jam i kënaqur. Kam nxjerrë studenta shumë mirë, shumë cilësor. Bravo. Unë më mendoj. Është i postulat që e përdor dhe ka dalë të rrugën, më duket e Igor Akuqi ta paskajore që është e veçantë, mos gabohet, si më thonë,
me pas me shku, me i thonë, me ardhë, me mpa. Që çfarë lloj koncentratit, këtë është nuk ma marrë mendja sa është importum, këtë ka dalë prej këtu. Se duhet të kuçi diet apo. Diet por problemi është që në peskajorja, si çdo pjesë, çdo dukuri tjetër gjuhësore, duhet ishte pasuri themelore e një kombi. Pse na kena i fjet tonë në lokale, Jo, unë mendoj që unë përndoj çdo gjë që i përket gjuhës, kudo nga kurispoli, çdo të shqiptare, çdo të forme, duhet rujt një intelektual duhet ta rujt me fanatizëm, jo ta sulmoj, por duhet ta rujt me fanatizëm edhe çdo dialekt, çdo nën dialekt, çdo të forme, pse sepse është pasunia e këtij populli. jo denigru. Jo paskajora që është pjesës më dërmuese popullsisë, si dukuri e folur, e pjesës më dërmuese popullsisë, po është shkremore, dhe kulturës si pjesa më rëndësishme e gjithë kulturës shqiptare fallisht. Jo jeni njohur si mirë dhe kulturës italiane për atij, verë që ka herë Napoleon që kanë ndavanta galega dove ata rrezik morën vesh njëri tjetrin, nuk e denigrojnë atë çën. Abruzzesi janë ndrysh, napoletan janë ndrysh, a kupton? Na dona me bajë gjithë shkollë. E kanë pak po gënistën me thënë mendja, institutet e drejtshkrimit ta në banushi i mau ka pa thënë diçka të jashtëzakonshme në kongresin e drejtshkrimit, ka kanë edhe kompetent. Edhe a çube fol, si më foli tash unë të dashur të ta bëj me kosë të robotikës se do ta vëmë unë di unë di me imitu, po jam unë di me thënë nërsh, unë jam mësu geg edhe flas gegnisht në kur ka fol me kushërit fotit atje në Amerika, ja ishte ka herë, po toske dale se që nge një geg i egrë, se të marrë vesh të mirë, po kja është e bukur, edhe do ka është po gjoja që e tha djali kishën gjithë që tha zërë me mësu, është me mësu i gjuhë, shkodronja është atë ku ka le, e ka mësu njoj që ka le, edhe flet bukur njoj që ka le. Kështu që këtë sens, unë kishe me thonë që Milan më të anë hire thojnë në gjuhën e vetë, shqiptari jena, po jo s'marna vesh marna, po njëna gjuhë kja jonë është melodia, është prandaj pyeta për paskajorën. Unë mendoj të thënë që përsa i përket standardit, duhet ripa, vëllisht nuk ka ndodhë në asnjë vend të Evropës nuk ndodhë që të mos rishihet si nuk rishihet këtu standardit për kaq kohë, ka shumë kohë. Kjo është faktikisht një maksi shumë e madhe për mendimin tim, standardi jo vetëm do ripa, duhet të ripa nëse është i aftë të gjenerohet prodhoj kulturë, sepse si më thosh prodhoj kulturë, nëse artistikisht një letrar do të prodhoj një vepër artit dhe standard nuk jep ndoshta se jep mundësinë e plot, o për faktin sepse ky është geg i lindur apo tosk i lindur, sepse për shembull po ta veshëri më kujdes unë kam kur i dëgjoj spikat po themi televizor kombëtar që duket sikur flasin gjuhë letrare. Absolutisht asnjë nuk flet gjuhë letrare. Asnjë nuk është gjë natyrshme apo po. Janë gjë flasin gjuhë letrare sepse ka kaq shumë rregulla dhe kaq shumë përjashtime sa edhe gjuhëtarët vetë nuk i dinë i pjesë. Kështu që ajo që ka koha për të rishikuar, për të ripa me kujdes të madh, me dashamirësi të madhe, me dashni të madhe për gjuhën, me dashfort, ajo ka kohë. Unë mendoj domethënë që duhet në vitet e ardhshme diçka do të bëhet sepse nuk mund të shkohet mas unë vërej që për shembull ajo ka vu disa barriera të cilat publiku tashmë ka përcy, është si puna një lumi që ti po ti vesh një dikë të madhe, ai krijon një basen, por në momentin që ti nuk i jep rrugëshi zgjidhje dhe ujit, ai do të kalojnë përmi dikë do të shkatrojnë ma keq se ka gjithë përpara. Është vërtet, unë nuk shoh se ka një ndryshim esencial edhe në trevën tonë shqipfolcet që është Kosova, para 40-50 vjetëve ka një gjuhë rëndopë dhe nuk gadi së asu marrshin vesh, të ftjarë barazo gadi ka i këtë e marrë, do me thani ke qef minin të ftë folën, ashtu se ka artë, por unë kishe me dalë që këtu je tamam atë linjën tonë dhe që prandaj të pyta edhe më vjen mirë që maskarove tamam ashtu si duhet, po kalojmë edhe te pjesa tjetër sepse edhe letërsia dhe arti janë binom që nuk ndahen për njëna tjetër sa bërë profesor se ka mediokritet në art të cilin mund të damtojnë letërsia ose ka kualitet në interpretim kur letërsia është doptë.
Diçka për artin po ata që vetë më interesant. Përse përket artit, sepse unë besoj ke fjalën të arti modern. Të arti modern. Si do të ecin step by step, nuk mund të rrim më. Dhe me kolegë tem po thonë që kam parë në Prag një shfaqje moderne teatrore që sa kishte vende tha teatrin pyeti mua, ba një punë pyetje, thash unë, ti mendon që 150 vende, 200 vende, do mendon që i vogël. Po. Jo, 50 vende tha kështu. 50 vende. Që do të se besoj. Në teatrit që në vitet 30 teatri Angelo Musco, një mik i Pirandellos, i thotë që teatri po kalon krizë, dhe cili ishte shkaku i krizës së teatrit. Shkaku i krizës së teatrit ishte sepse kishte ardhur furishëm kinemaja. Dhe publiku dy lejon ma të teatri, po tek det kinemas. Dhe kozgjatja e shfaqjeve teatrore që shkonte zakonisht edhe 2 orë pak, ato vendosën dhe krijuan një ide që të bëjmë shfaqje 30 minutë, 40 minutë, që publiku të shohin shfaqjen, ndash me pas shfaqje 2 shep, po s'deshën më të shohin, bëjnë çerkuat, pushin pi një kafe, bim diçka, dhe pastaj dhe ban ndërtuan dramat një akshe, me një akt. Që do thotë, ajo lunte për 30 minuta, kishte subjekt në vendit pavarur, kishte edhe me subjektet ndërlidhura, por edhe me subjektet pavarur, ku publiku po donte shitet 3 shfaqje, po donte shitet njërin prej tyre dhe po si pëlqente aktrim o diçka u largonte. Kështu që në teatri Pirandello u propos ta zgjidhte kështu krizën e teatrit. U propos të kaloj te filmi, madje ka regjisor i veprës tij, il fu Mattia Pascal, por teatri fillimet e krizës vetë i kanë më ardhen e kinemas. Teatri, më thonë ju, në Shqipëri ka glu teatri, ka zhvillu. Ishte vetëm vend ku mirëqenia e botës mëdhenjse mund gjente vetin ishte teatri. Dhaj, sepse duhet të thesoj këtë gjë. Ju ka 3 lloj mirëqeniesh. Mirëqenie fizike, mendore dhe botës mëdhenjse. Jo, një pëtnive dhe danje, po ka edhe diçka tjetër që unë po kam qef me cilësu këtu, se jo përmend Pirandello e dihet që është dishepull i artit, por nuk ka kanë në tërshtinë e kërkuj, a kanë vetë, zot vetë shkop, ka shkruar, ka regjisor, ka kanë teatri Pirandello, se ka herë teatri, jo vetëm teatri, po dhe ekonomia tregut, kur i shohet, ka rezultate shumë më të mëdha se kur je në diktat. Diktati është i tmerrshëm, ka i lirë është pasunin vedi. Dhe në këtë se si ka mundësi që arrit teknologjia, arrit inteligjenca, se fëmijët po rriten, po hanë më mirë, duke hangër më mirë edhe truni, punën më mirë, pjesa digitale është e pranishme gjithkund, si ka ratë cilësia në shkrime, se ndoshta kret një interpretime aktor të mirë ka prep Shqipënia, kishe me thonë, po shoh vepra jo me kualitet. Unë mendoj dhe më thanë që i ka gjitha, ka dhe vepra me shumë kualitet, por ka dhe vepra dopta. Ekonomia e tregut, vazhdimisht krijon fatkeqësisht ka mundësi më fut lloj-lloj gjithkushi në gjitha dimensionet e zhvillimeve shpirtërore, si në muzikë, si në pikturë, si në skulpturë, si godallër, në gjitha fushat e zhvillimit të artit, shet mediocritet. Problemi është që gjithsesi cilësia, me kalimin e kohës, cilësia fillon dhe zën vendin e vet. Megjithatë Shqipëria ka shumë pak vite që ky treg pastrohet nga dhe njerëzit të vetë disor që nuk kanë për këtë punë, nuk është duhet mu vedisu që ti je. Dhe le hub kohë se jam dakord. Po këtë hub kohën, shumë për shembull, unë më mend në fillim vitin 10, u botoshin libra pa fund, se mendon që do të botu libra, do të banë emrin e madh, do të shitin të banë. Dhe tani ka filluar dhe ka ra krejtësisht botimi i libra, sepse kanë pa që duhet të dalë mishi se çet kushte. Ka kaluar për çebab. Po, ka filluar të stabilizu, ka filluar më marrë një lloj stabilizimi, edhe kush ka kënë talent, ka kuptuar sa më shpejt që ka kuptuar gjendjen e zhvillimit dhe ndryshimet më njëhershme të forishme që vinë vitin 90, dhe kush e kapi kohën me shpejtësi arriti të vjerët edhe frutet kohës, sepse ju keni bërë edhe shfaqje, nuk i bëhet rastisht, por me intuit u futëm dinamikat e zhvillimit të shoqërisë, por me gjitha dinamikat e zhvillimit të teatrit, edhe dinamikat e zhvillimit më saktësisht dinamikat e zhvillimit të estradës. Kush nuk e kapi kohën, kush nuk fut me shpejtësi brend dhe nuk kuptoi që tashmë koha nuk të priste, por duhet luftosh të garosh me shpejtësimet dhe duke pa teatrin si qenie e gjallë, e cila përpiqet në zhvillimet
marrë globale të rezistojë duke qesë si puna bimës që kërkon për shembull me nxjerr krujt jashtë, sepse në qoftë se nuk mjeton dot. Dhe arti këtë si qenie gjallë, a përpjek vazhdimisht mu vetë gjithë sa më natyrshëm në botë. Kush e kuptoi këtë? U fut tek po themi tek sistemi privat i zhvillimeve dhe dikush e ka po herë, dikush e ka po herë. Po shumë kush ka pasur edhe abuzime, ne dimë që ka abuzime të jashtëzakonshme, por gjithsesi ka prodhu vlera të njëkohshme, bashkëkohore, a mundu me eduku publikun e vet me arritjet bashkëkohore, sa shumë rëndësishme edhe kjo, me eduku publikun me arritjet bashkëkohore, pra mos mesim tani që gjithçka është afër është te dora, të mesim mrapa zhvillimeve bashkëkohëse. Shumë e drejtë. Tashti unë të falenderoj jashtëzakonisht, po kalojmë te ajo pjesa jote që është ajka e që unë kam po disa punime interesante, po i marrim kështu step by step, po kapim herë e për letërsinë greke që ti duket se njeh mirë, kështu tangent se me është bërthyr duhet po shoh, po unë me sa ditë ke përkthy edhe për greqishtes. Po unë kam përkthy nga greqishte Platonin, 2 vepra Platonit, Ionën e Platonit, është vepër Platonit e mrekullueshme që flet për frymëzimin e artit, për frymëzimin e poetit. Dhe nga vjen frymëzimi dhe është tradicioni po themi i parë i rëndësishëm i madh, i cili na thotë që frymëzimi poetik është gjë më e rëndësishme për poetin dhe që ky frymëzim diktohet nga vetë perëndit. Pra ai thotë në një moment saktum, nuk janë poetët që nxjerrin ato fjala të bukura, por janë vetë zotët që flasin përmes gojës tyre. Pra frymëzimi hynor poetik. Pastaj kam përkthy një vepër tjetër të Platonit, e cila për mua është shumë e rëndësishme sepse nga bërë shumë përshtypje. Timeu është një vepër që flet për origjinën e botës, por edhe për origjinën e njerëzit. Dhe ishte me detaje. Dhe më ka bërë përshtypje përkimet e mëdha që ka kjo vepër me zanafillën e Biblës. Me zot. Dhe vepra kam përkthy me kënaqësi më të madhe, me shumë vështirësi, një vepër shumë e vështirë. Pavarësisht se ne sot kemi luksin e madh që të krahasojmë përkthimet tekstet e vjetër me përkthimet më të mira, për shembull Timeu mund të përkthy vetëm në anglisht, mund të përkthy 40 herë, 50 herë ose 100 herë. Por në italisht po kështu. Problemi është që si të vinë në gjuhën tënde, me art bukur në gjuhën tënde. Për shembull, un kam luajtur me këtë regjistër. Duke pa tekstin origjinal që është një ligjërim mes ligjërimit folur dhe ligjërimit shkruar, kam rrit po të njëjtin stil edhe në gjuhën tonë. Pra kam lanë momentin kur ishte ligjërimi folur, kam përdorur fjalë të ligjërimit folur dhe ku është ligjërimi i shkruar. Të rije, këto spjegative mundën me kanë ta, ka dhënë që toponimet e Trojës origjinale kanë në Shkodër. Të kanë të unal të greku. Nuk e di, na kena marrë na për grekëve, grek për nesh, këtë e unë e di se edhe historinë e ke bajagit me anën zgjut, me gjithse nështë na do është alli miki joti, po nuk e bën atë mujtën mi u bë të dyve bashkë, se më duk vedja i vogël e po ata me hub midis të dyve, se alla jashtë i fuqishëm, profesori. Shumë mirë. Mundi, edhe por nështë ishte kanë për interes, të kanë ka qafër, i ka me të antikiteti grekëve, i kanë me shumë gjana grekëve të shti. O kina kanë nami tanë Europën, ose na kanë zgarrap tanë që kina pas të mjene, na kanë lënë keqe. Për koreshët do të thënë diçka që të thëllë publiku se din, na vinë fjala Greqi. Fjala Greqi vinë nga ishulli një fis Gako. Kur Livi Selenatore pushton Korfuzin, i thotë, kush është ai fisje të Livi, pretori? Janë Gakët, thotë. Që do thotë, e thotë, grakët dhe ai vendos emrin Gakët grekët. Fjalën grek ne e kemi nga Livi Selenatore, pushtuesi i Korfuzit, dhe e ka pushtu Greqinë për një ditë, që mos të them që ka bane gjatë madhe që themi nësot Greqi. Dhe emri i ka met kështu, i ka met pikërisht nga Livi Selenatore, emri, si nështë se dinas pa kush e din. Dhe mania greqe që quhen Greqia e Madhe, është pikërisht nga kultura latine, nga këtë Livi me këtë moral që ja vendosin emrin. Kurse ato kanë pas ajo që sot dominon Greqia, që quhet Greqi, që quhet sot Greqi, ka pas 5 dialekte të rëndësishme, të ndryshme nga njëri tjetri,
Dhe por duhet të themi diçka mik, domethënë që kur futemi në thellësi të shekujve, sa më tepër që futemi në thellësi, aq më të mëdha janë mundësitë që ne të gabojmë në interpretime. Shumë e drejtë. Nikjo, edhe falenderoj shumë, po ka ndonjë shkrimtar të madh të përbotshëm Garcia? Homeri është. Ja, ajo zbohet. Garcia e sotme. Garcia ka për mua ka Kavafis. Kavafis është poeti që ka pas ndikimin më të rëndësishëm në Evropë. Edhe Nikos Kazantzakis, shkrimtar i mirë, ka Greqia, se ka marrë çmimin Nobel që marr. Por realisht ai me ndikim më shumë të rëndësishëm në Evropë është Kavafis. Poeti është poet i rëndësishëm për kulturën evropiane tashmë, jo vetëm për kulturën. Pra unë quaj të rëndësishëm një shkrimtar i cili i thot diçka më tepër kontinentit. S'pakot kontinentit po. Për Kordis Kofirë. Kontinentit ton. Pra duhet minimumi duhet më dhanë kontinentit ton. Pastaj mia do të ishte t'japin gjithë botës, të një shkrimtar që të ndikojë të ketë ndikimet e veta në gjithë zhvillimet botërore, por s'pakut të ketë ndikime evropiane. Në këtë drejtim edhe letërsia angleze që në pupa si thojnë Shakespeare, nana, baba, qatë thamun, por kena marrë në fije në isat prej anglezëve. Në që shumë si e problemi, në ka marrë nga Noli. Noli është i pare që ne në vënë të më thanë fuqimisht në marrëdhënie me Shakespeare, por dhe me letërsinë angleze. Kam pes vëllimet e dhja. Kena marrë nga Noli, ka kanë transportusi i kësaj? Noli për këthimet, po themit para të rëndësishme, ose më të rëndësishme në përkëthim të Hamletit, në gjuhën tonë. Dhe si që dihet nga kritika botërore, ai është konsideruar si në përkthimet më të mira, por nuk është konsideruar nga kritika jonë, por nga kritika botërore si në përkthimet më të mira. Afto, a janë hallakat shkrimtarët tonë për këtë në kulturave, sepse mos të harrojmë kena edhe letërsinë ruse që është e kalibrit në albën me Dostojevski. Ne jemi mënu fakti si kombi vogël që metme, sepse nëse kena kom shumë madh, por kjo që ka met. Tashma është përpjek për më orientu brenda zhvillimeve botërore, mas sa ka pas mundësi. Kultura ruse pa diskutim që Bashkimi Sovjetik ka pas ndikimin e vet në Shqipëri, me drejt disa autorë të nivelit të jashtëzakonshëm. Letërsia ruse e viteve në fillimet viteve 900 dhe në fundit të 800-s është letërsi për nivele përmasave të jashtëzakonshme. Pa Gogoli, Dostojevski, Tolstoj, Çehovi janë pena Lermontovi, Mikhail Lermontov. Ka një vepër Mikhail Lermontov, një heroj kohës sonë, të duket sikur po flet për njëri të kohës tonë sot. Ka pas autor të mëdhej letërsia ruse, ka ndikimin e vet, por do të ishin mik i dashur. Aty se problemi është shumë vështirë. Për shembull, nëse Italia e Rilindjes, Firenze e Rilindjes u dëshmëndërtuat habitat jo më pak se 3 shekuj. Dhe lidhja ati një lëvizje që quaj stili ri i ëmbël, stile Dolce Nuovo, pjesë e cilit sfundmi u bë dhe Dante, po Dante u rrit aq shumë sepse mjedisi në cilën Dante lindi u zhvillu dhe u rrit ishte i jashtëzakonshëm. Po harrojmë edhe letërsinë franceze, ku ti e njeh. Po, ajo që mirë edhe më ke ballani libër për Marc Boileau, për arti poetik. Arti poetik ose rima poetike. Po. E cila ka pa gjanat mrekullueshme edhe me Balzac e kompani, ata kanë vullën e vet. Prandaj thash mos aft hallakat se na kena pas shkrimtarë dihet se kush janë, por kam pa pak ngjashmëri për shembull me poetë irlandeze, kam pa prej poetëve tonë të mrekullueshëm, se s'po i denigrojmë se kam pa nuk po them plagiatuara, po i kanë marrë dhe i kanë përcjell me mjeshtri jashtëzakonisht madhe, edhe prandaj po them asallër plagiatur. Kena na, do të thon autentike bio. Poet shkrimtar, Kadareja diskutohet, që të thanën, që janë të Shqipënisë, janë bio dalin shqiptar. Për mu, fakt, poeti më mirë është ishte, për mu. Aja është Homeri shqiptar. Por poeti faktisht, por pastaj, që një emër shumë i veçantë, Derada. Derada është poet i dimensioneve europiane. Ndremjeda.
Patjetër. Ka janë poetë cilësor, janë të natyrës, Tibresi si lidhi vitet 30 i shkëlqyshëm. Kishe me thonë, dakord të ty, je kret në rregull me ta ton që i moj mëm unë e ti, si më thonë, se ata janë i fije, gati ka rilinja, ka dane, si më thonë, Fatos Harapi, po thonë, duket bio, ka, do më thonë, poetë shqipnia, ka. Patjetër më si çdo gjë, por edhe poetët dhe artin përgjithësi është në atë nivele që është zhvillimi i përgjithshëm, nuk është se arti po shkëlqen dhe zhvillimi tjetër nuk po shkëlqen. Jo. Arti çdo gjë lidhet me zhvillimet e përgjithshme të një kombi, të një vendi, gjitha. Pse thashun përmenda Firencën, pse? Sepse zhvillimet në Firencë ishin të jashtëzakonshme. Për shembull, po them diçka që pak kush mund ta dinë. Në vitet 1450, kujdes, nuk ka asnjë fëmijë në qytetin e Firencës që nuk e ka shkollën e detyruar. Kuptoni, pa shkollën e detyruar 1450. Dhe 50 vite më vonë, afër 40 vite më vonë, ja shkruan në çarçafa. Po, 40 vite më vonë kur shtypshkoja bëhet pjesë më integrale, pjesë familjet e pasura nuk kishte familjet pasurës të mesme që në fëmijët nuk marrin shkollën e mesme. Nuk ishte detyruar me marrë shkollën e mesme. Mos harrojmë, jemi 500 e sa vite para. Nuk e harroj kurrë që kena kanë bashkë te biblioteka Kifs në Tus. Po, në Tus. Në zemër të Shqipnisë dhe të shqiptarizmit. Aty kam pa një mrekulli të madhe libra që kisha pa ndonjëherë një temë, ishte libri i vogël, kaq i trash, si be kanë me asi graso që kanë këpucëtar, ishte ba kaq i vjetër. Ishin bodi vjetër. Ja thasari madh, 500 vjeçar ishin. Petime 500 vjeçar. Të marrën nga gjithka, Jo, unë kam bindje që si kanë përfunduar të na shqyr. Jo, unë mendoj që Fretnit në përgjithësi, pa dhe kultura kishtare në përgjithësi, qysh në mesjet, ato librin e bajnë pronë të vetën, mesjetën e hershme bajnë pronë të vetën librin, dhe ndërtojnë ato që quhen institucione që quhen skriptorium. Skriptorium do të thonë me komunikim. Jo, ku shkruhen librat. Pra, u bën tregtar të librit, pra rishkruani librin, do të dikush Aristotelin, bën një kopje, po një kopje kushtonte pafundësisht lekë. Ishte gjë për shembull, mbreti i Napolit, dhe bizë vet, kur e marton me mbretin e Francës, i jep dhurat një vepër që unë e ka përthyr shqip në paj, Longinin, pseudo Longinin, në paj si gjë më çmueshme e pajës. Dhe ai libër sot është në universitetin e Sorbonës, pseudo Longini, Periupsos në greqisht, Periupsos në greqisht që është Parisieni një quhet si tekst në biblioteka atje, është laureat që është dhënë si gjë më çmueshme të bijës në paj. Ju dini që paja ka diçka rëndësishme për vajzën, kur vajza ka marrë pajë, ka rrit gjithë jetën deri në vdekje. Është muito profesor, këta mu subditru, mu digitalizu, mu vun shërbim, se ata janë edhe si voluminoze, janë rrobajire, duhet me dalë ata në publik. Janë. I ka biblioteka e Menuhit, i ka gjitha. Biblioteka e Menuhit, gjitha libra që i pavën e bashkë. Absolutisht i ka gjitha skanume, me cilësi shumë të lartë. Bile Gjerman duhet të falenderoj, Gjerëzimi duhet të i falenderoj shumë atë bibliotekën e Barit, sepse për shembull kam gjetë Bogdanin aty, të skanum në perfekcion, me 600 dpi, cilësi e lartë, me thanë me se je me Bogdanin që së ka të libri. Pa kanë skanuar, të në bë punë të mrekullueshme disa universitete europiane. Kështu që ato libra që pa ose unë e di për cilë libra, po fliqerisht i botime Bokashas atë kohë, i vitit 1480 ishte i botimi. Bokash në pash më kujdes mas, më interesonte. Dhe pash edhe disa botime të Shën Avustinit, ishin të bukura ato, por problemi ishin të video të hershëm, por ato faktikisht, sidomos Gjermania, por edhe Libreria e Kongresit Amerikan, mi ka skanuar shumicën e veprave, ka skanuar. Do të themi diçka për shembull. Vetëm Meshar, ne kemi Meshar e Buzukut vjetër, Meshar shumë para Buzukut, unë kam shtëpi që kam shkarkuar nga bibliotekat e Madridit, të Vienës, të Menuhit, Berlinit, skanuar në mënyrë përsosur, ma koordinatë janë italianë këtë punë. Të që kanë pasonit po ato unë shumë ato të shtim dolin tim, së më në kisha rrujt për fund, se aja është kapo laboro që kam pa unë të ti, aja mënyre subditrimit të librit, po aty e skanu. Kam rishku gjithë librin e Buzukut, Meshar e Buzukut. Pikërisht. Mënyra për ta pru
të lexueshëm sepse kuptohet pjesa në dialektale është gati se të kanë të deshifru hieroglife më duke ja një punë për hir të vërtetë që profesori për mua është kanë punë legjendare dhe ajo ka met një monument sepse vetë Beshari Gjon Buzukut është monument i tillë, po profesor Vicenci e ka qitë të këtij lloj pluhunit e ka subditru në atë mënyrë sa mumbilla do fillova me lexu edhe unë atë se të fillim nuk u shi leçi se lexote ma tash por ai I ka dhënë një nimes të jashtëzakonshme ku profesor Koki quhet liber është në bibliotekë këtu. Sandër unë kam ja 5 fjalë I du për këtë. E kam botu Buzuku I lehtë lexueshëm, duket si fakt një titull pak ironik. Buzuku që shumë vështirë pse është I lehtë lexueshëm, por faktikisht është realisht I lehtë lexueshëm, sepse qysh në fëmijëni fakt kam pas korreshte për me shajnë libër, qysh në shkollë mes çfarë libër ka qenë kështu. Dhe që atë një ditë po di shumë fillova me kuptues se shumë lexoj gjuhë huaj, lexoj grecisht, apo të grecisht, po më lexoj shqip se është e mundur. Kishte një diçka që më merrte me veti vazhdimisht. E shoh. Librin e dytë, më duket lehtë, por kur e pa lexuar, fillova me lexu. Por çfarë ne kishim? Ne kishim kopje shumë të dobta të këtij teksti. Bardhësi, një fotografim që I ka bërë Isen Rota në vitin 1999, e cili e botoi Çabej, një botim një studim I mirë I Çabej, dhe atëherë që bërë, thash, më lindi ideja të bëj fontin e Gramut Buzukut, se nuk ekziston. Fonti është sikur shkruan Times New Times Roman, si shkruan dikush Times Roman, ka Gramat për shkruar New Times Roman, ku diun, ti ta llojet e Gramave. Unë bana Gram për Buzukun, për me rishkruar Buzukun dhe e kam rishkruar rresht nga fillimi deri në fund si vepër. Dhe unë mendoj që do të lejë shqiptarëve një vepër atij sepse çfarë ndodh me veprën e Buzukut në Vatikan. Vepra e Buzukut në Vatikan e shtypshkruar në vitin 1555 rrezikon që nga vitërsimi tu humbas edhe ajo cilësia e Germës ose ngjyra e Germës, rrezikon që faqet bëhet e bardhë krejt. Dhe rrezikon në harkun I 100 vjetëve që të mos I kemi më tekstin. Unë kishe me thani diçka tjetër që më duket mister fëminor, pse ka ardhur nevoja, sepse ajo nana baza ABC-ja, betarja e të folunit shqip. Me sa se sam gabim. Pse ka ardhur nevoja dhe si e ka pru Zoti këtë njeri për me pru këtë libër me mësu shqiptarët me pas gjuhën që kanë sot. Ka ndodhi me procesin, ishte një proces në fundin e mesjetës, por në Evropë për konë Merilidhjen, Merilidhjen Europiane, është një proces ku fillon shtypshkrimi me Gutenbergun. Dhe popujt tjerë, kroatë për shembull, e kanë botu me shajën 70 vjet para. Me gramën glagolike, 70 vjet para. Po shqip? Jo, kroatët e kanë kroatisht 70 vjet para, me shajën e vet. Se ka me shajën kroatisht. I këtë deft apo I di tekst, është një tekst po që është përkthyer kroatisht, përkthyer pa kanë shumë, sepse mbështet te Bibla është me shaj është ajo që libri që jep mesh priti sot, një libër që jep mesh priti. Njëllin. Po unë që jep mesh në libri meshës, thotë, në libri madh që ka priti, po të shikoj të sakristi, këtë është I madh I kuç, që është libri meshës, ai është me shari. Dhe e kanë kroatët, e kanë botu 1483-ën kanë pari. Pastaj Bindoni e boton në 27-ën përsëri. Pra kanë botu më të. Kurse ne e kena në vitin 1555. Kjo lindi nga nevoja, për mendimet e libri, ardha e Besharit në Shqip ka ardhur dhe si rezultat I një nevoje, ka mbitur që qytetarë shqiptar që shkuan në Venedik, kjo është hamendja eme, por nuk është këtë e pamështetur edhe nga ana shkencore. Kishin gjithmonë idenë se do të ktheheshin në vendlinje. Mas pushtimit, venecianët marrin zgjuar vazhdimisht tek shqiptarët idenë që ju do kthehete tokat tuaja, sepse tokat e tyre ishin edhe pronat e tyre. Po si jena asimilu? Ishin edhe pronat e tyre. A kanë autokton. Venecianët ishin Shkodra ishte në Venedikun, Drishte ishte në Venedikun. Dhe shqiptarë që ikën nga kjo treva në Venedik, majti Venediku si kishte nevojë me majtë zgjuar djenjen që do të themi se Turqia ka pa pushim po të largohet, do të lohet se nuk mendon të kush biletimet masit bindur që kjo ëndër a majt në kam tek shqiptarët e Venedikut deri me pushtimin që I bën Napoleoni Venecias. Aty bjen kjo ëndër.
janë përfundimisht ëndër dhe shqiptarët asimilojnë, nuk kanë marrë shpresat, por ato kishin harë dhe kishin gjithçka, kishin harë dhe kishin topografinë krejt mirë për pronat e veta këtu. Por ardhi Napoleonit fatkeqësisht ardhi sodi edhe rënien e Venedikut dhe me rënien e Venedikut bjen edhe mundësia që Venediku të jetë peshë specifike në arenën politike evropiane, që të kishte ndikim drejt për drejt pastaj për largimin pronërisë osmane nga Shqipëria apo kështu gjëra të tilla. Prandaj ka rëndësi absolute në thori se gati si punë testamentit i gjuhës shqipe. Po ti sfundi aty janë gjitha fjalët. Unë jam frekët më të hëndër dhe më kam lexuar me dërmenem 20 herë rresht. Dhe që më ka bërë shumë përshtypje kur kam gjetë fjalë që një shqiptar i ka folur para 50 vjetë poshtë si që flasun sot, unë jam mrekulluar pa të shkruar sepse ndryshe është më thënë që i janë fjalët, por ndryshe kur e ke në tekst. Kur e ke këtë dokument, shtetit unë mendoj se sa dhe shteti shqiptar, kur do kjo thej, do të jetë shumë i vëmendshëm ndaj kësaj pasionie. Profesor Vicenci, ishte me të vërtet kënaqësi e nerë që ju po ataktuar edhe një aset si jeni ju i qytetit tonë, dhe të trujt edhe ty si me sharin, po inshallah del djali mas djalit Shqipnia rënoft e kjoft, e të falenderoj përzemërsisht, e të du fort, edhe sa herë që rrinë me ty e mësaj ka i sëmë. I bje sama. Falenderoj shpëritet, dashëmisht të i napim fund në misionit tonë, ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen natën e mirë e bashi.